Raporti më i fundit i një hulumtimi të Institutit të Shëndetit Publik hedh dritë mbi një prirje shqetësuese që po forcohet në heshtje mes adoleshentëve në vend. Sipas të dhënave, 10% e nxënësve të shkollave të mesme të moshës 15 dhe 16 vjeç kanë përdorur ilaçe kundër dhimbjes, analgjetik, pa pasur nevojë mjekësore apo pa rekomandim profesional. Hulumtimi është realizuar me mbi 2800 nxënës dhe përfaqëson një nga pasqyrat më të qarta të sjelljeve të rrezikshme në këtë grup moshë. Të dhënat tregojnë se 6.6% e nxënësve kanë konsumuar sedativ ose qetësues pa recetë. Ekspertët e shëndetit publik theksojnë se ky fenomen është veçanërisht i rrezikshëm, pasi ilaçet, ndryshe nga drogat ilegale, perceptohen shpesh si të padëmshme. Disponueshmëria e tyre në shtëpi, mungesa e kontrollit dhe kultura e vetmjekimit krijojnë një terren të favorshëm për keqpërdorim, sidomos tek të rinjt që ndodhen në fazë të ndjeshme zhvillimi psikologjik dhe emocional. Përdorimi i barnave pa recetë tek adoleshentët nuk është një dukuri e izoluar, por pjesë e një modeli më të gjerë të sjelljeve të rrezikshme. Këto sjellje shpesh lidhen me presionin social, stresin shkollor, ankthin, por edhe mungesën e edukimit shëndetësor dhe informimit për pasojat afatgjata që mund të sjellë përdorimi i pakontrolluar i substancave. Ne çdo herë u bëjmë apel që mos të marrin asesi të rinjt barna pra kokë më vete, edhe ata të cilët kanë ndonjë nevojë, kanë ndonjë shqetësim, kanë ndonjë ankth, sigurisht se duhet konsultohen me mjekët e tyre, të konsultohen me mjekë të specializimeve të cilët janë adekuate e enkas për t'i trajtuar ato, dhe nëse ka nevojë të ndihmohet pra me kohë, që pasi që nëse fillojnë ta marrin një anksioletik apo një qetësues të lehtë, pastaj ajo nuk ka kufi dhe fillojnë të marrin edhe më tepër, pasi organizmi vet u kërkon barnat e tillë, kështu që rekomandimet janë që këta të rinj të merren me aktivitete, ndonjë aktivitet, të merren me sport, të merren me shëtitje, që asesi mos merren me mënyrë, pra duke menduar se ky hap do t'ua hek brengat të cilët i kanë, sado pak ato janë të ri, jeta është e para tyre dhe normalisht duhet t'i përballojnë edhe sfidat e ndryshme me të cilët ne do të ballafaqohemi. Sa i përket drogave ilegale, kanabisi mbetet substanca më e përhapur mes nxënësve. Sipas hulumtimit, 5% e nxënësve kanë deklaruar se e kanë përdorur të paktën një herë në jetë, 4.3% gjatë vitit të fundit dhe 2.6% gjatë muajit të fundit. Veçanërisht shqetësues është fakti se një pjesë e nxënësve raportojnë se kanë nisur përdorimin e kanabisit në moshën 13 vjeç ose edhe më herët. Ky fillim i hershëm rrit ndjeshëm rrezikun për varësi, probleme të shëndetit mendor dhe pasoja në zhvillimin njohës. Të dhënat tregojnë gjithashtu se përdorimi është më i shpesh tek djemtë sesa tek vajzat, çka përforcon nevojën për qasje të diferencuar në politikat parandaluese. Hulumtimi evidenton gjithashtu probleme serioze me abuzimin me alkoolin, si dhe rritjen e përdorimit të cigareve elektronike, të cilat shpesh perceptohen si alternativa më e sigurt ndaj duhanit tradicional.